Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton Hasani radhiyallahu anhu, nipi Muhamedit alayhis salam, thot: e mësova, e ndëgjova dhe e mbajta mend duke thonë pejgamberi alayhis salam: da ma yaribuk, lere atë që është dyshim, ila ma la yaribuk, dhe vepro me atë që është e sigurt ose nuk është e dyshim. Të ndershëm vëllezër, duke pas parasysh vendin ku jetojmë, mendoj që shumë herë na vjen momenti që ballafaqohemi me diçka që ka dyshim në të gjitha aspektet, dhe mendoj që kjo rregull ose me këtë rregull duhet seriozisht të miremi dhe duhet të veprojmë atë që realisht në të kemi dyshim ajo. Ai që mbrohet nga gjërat e dyshimta është i sigurt në fenë e tij dhe në nderin e tij. Ai i cili nuk mbrohet dhe nuk e përfill fjalën ose fjalin ose thënien e Muhamedit alayhis salam, ai njeri do të ballafaqohet me problemet e lloj-llojshme. Gjeneratat e mëhershme, gjeneratat e mëparshme, sikur që kanë qenë sahabët dhe tabiinët, ata secilën herë, edhe në qoftë se ka qenë halal, mirë po kanë qenë të dyshim në atë çështje, janë larguar. Ebu Dharr el-Ghifari thot: devotshmëri, sinqeritet, devotshmëri e plot është lënia e një pjesë të halalit duke pasur frikë se mos është haram. A ne këtu, në vendin tonë, në përditshmëri ballafaqohemi me diçka që realisht ndoshta nuk e themi, ama zemra jonë dhe mendja jonë e din që diçka ka. Shumë herë pyesim hoxhallarët edhe mundohemi për çështje që me përqindje ma shumë anojnë ka haramin, ne disi mundohemi mi përvëtsu dhe mi vepru. Si do qoftë, ne kemi për obligim ta mësojmë dhe ta dimë, e pastaj secili njeri ku do që është dhe ku do që jeton është i lirë. Është i lirë të vepron çka don ai. Mirë, po unë mendoj që në muslimant është mirë të konsultohemi dhe ta thrasim njëri tjetrin në hajër, në veprat mira, edhe të mundohemi që njëri tjetrin ta këshillojmë që mos bijmë në veprat liga ose në gabime. Thot Yazid ibn Zurej radhiyallahu anhu, ose thuhet për këtë që ka hequr dorë nga një pasuri e majme, një pasuri e madhe, pse? Se e ka trashëguar nga babai i vet. E babai i vet kishte qenë njeri i afërt i mbretit. Edhe ki ka dyshu se se ka fituat pasurin, edhe nuk e ka marrë. Pse ka pas dyshim? Nuk do me thonë që pasuria ka qenë haram. Mirë, po i ka lind një lloj dyshimi, dhe ka ma mirë s'po e marrë sa me marrë. Thot, një pasuri e madhe nuk e ka pranu, pse? Se i ka lind dyshimi. E dini dë njëherë kur bëhet njeriu vezvese, me siguri ju ka ndodhë. Kur bëhet njeriu vezvese edhe në atën, gjumi nuk e merë. Nuk e zë gjumi. Pse? Thot, qka ke? Thot, diçka vezvesja. O, dyshimi, o shumë i keqë, dyshimi, o smundje në vete. Nuk le rahat. Edhe në qëfë se qatë vepër, që 90% qenë ka e lejuar, apo ka diçka përzime, edhe askush nuk mundet me siguri të thotë se bane se 100% është halal. Vallaj, unë dhe ti ndoshte e bëjmë, ama pastaj me muaj, ndoshte me vite, brengosimi se pse kemi bërë. Dhe pse kemi vepru. Dhe më thonë, si rregull, pejgamberi sa më ka treguar që gjithë çka që ka dyshim, është më mirë të largohen. Nëse për një çështje të caktuar ka dyshim, edhe e dim që atje dikona e sigurta,
është më mirë të jepet përparësi të sigurtës se sa asaj vepre dhe atij vendit të cilën ne kemi dyshim. Ibn Omeri, kur ishte pyetur Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, ai udhtoi për në Irak, edhe atje ja bënë një pyetje, i thanë, çka bëhet në lidhje me mushkanja, shumë pyetje jo serioze, pyetje thjesht. Tha, ju pyetni për mushkanjen, ndërsa e keni vrarë Husajnin, e keni vrarë nipin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, ndonjëherë nuk guxojmë në më marrë me punë të dishimta, e me humb kohë me punë të dishimta, edhe me bën pyetje dhe me dhon përgjigje për punë të dishimta, sepse realisht kemi probleme me veprat e sakta, me veprat e serioze që ne jena shkalim. E mos flasim për ata që janë pak ma sekundare. Sidoqoftë, ne si musliman, kudo që shkojmë, është mirë të tregojmë secilit se ne jemi besnik, jemi të mirë, jemi serios në veprat tona dhe jemi musliman dhe të devotshëm kudo që jetojmë dhe kudo që shkojmë. Sepse të ndershëm vëllezër, Indonezinë e dini, është shtet me miliona më i madh i shtet musliman në botë. Asnjë njeri s'ka shku me luftu atje që ata ta pranojnë Islamin. Por secili njeri që ka shku atje dhe ka vepruar mirë dhe ka vepruar drejt, edhe në tregti, edhe është falë si duhet, ka ecë si duhet, nuk i ka bë punë të dishimta që jemi duke folë, por është marrë me punë serioze dhe halal. Krejt njerëzit kur e ka bë, ka thonë, pasha Allah, i këto njerëz e pas kanë fejën e vërtet. Edhe të gjithë e kanë pranuar. Mirë po ne, me pretendu që jemi musliman, edhe jemi, a veprat me i pas askund, veprat me i pas të gjitha veprat tona me qenë të dishimta, që as fëmijët e tonë mësë me në besu, se që kemi duke vepru dhe që kemi duke thonë, atër me siguri se do të humbim edhe vetë vetën, edhe familjet tonë, edhe gjithka që në rrethon. Halali e drejta dhe e vërteta të ndryshëm vëllezër janë qetësim për shpirtin dhe pajtim për gjithë shka që ne mundohemi me ba, ndërsa harami, dishimi, gënjeshtra, shqetësimi janë problem dhe njeriu e largon nga Allahu dhe nga të gjitha veprat e mira. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet në son. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون